Një 39 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar ra në prangat e policisë në Malësi të Madhe. Sektori për kërkimin Fast Albania në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës finalizoi operacionin e koduar Fast në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar për lokalizimin dhe arrestimin e personave të shpallur në kërkim. Si rezultat i koordinimit informativ dhe operacional me homologët në Spanjë, në Malësi të Madhe u lokalizua dhe u arrestua provizorisht shtetasi me inicialet GH 39 vjeç, lindur në Koplik. 39 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Madrid pasi autoritetet gjyqësore spanjolle me vendimin e datës 8 korrik 2026 i kanë caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në organizat kriminale, të kryera me qëllim tregtimin e lëndëve narkotike. Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet spanjolle vijon procedurat për ekstradimin drejt Spanjës të 39 vjeçarit.